Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Këtë herë për t'u postuar nga gjesti Egli Xheneta tek një figurë tjetër, një figurë e zëshme, një figurë që na ka treguar rëndësinë e një nënës, sakrificën e një nënës dhe guximin e një nënës për të sakrifikuar gjithçka që fëmijët e saj të kenë një të ardhme shumë të bukur. Do të kthehemi në kohë, do të kthehemi në Big Brother VIP 1 Albania. Do të kthehemi në fakt në nostalgji. Aty njohëm në shumë dimensione që ndoshta nuk e kishim njohur kur, një aktore që në çdo të diel pushtonte zemrat e të gjithë shqiptarëve. Bëhet fjalë për aktoren e mirënjohur Ariola Demiri. Ariola Demiri, një aktore e zëshme, një aktore fantastike, një grua që tregoi karakterin burrëror që jeta ja kishte vënë në dispozicion pasi që kishte mbetur në mes të botës, një grua e vetme me fëmijët e saj dhe duheshte me patjetër që të përdorën karakterin e saj burrëror për të ndërtuar jetën dhe për t'u ballafaquar me gërsinë që jeta na shpreh në çdo ditëshmëri të saj. Dhe pikërisht aktoria Ariola Demiri në Big Brother tregoi momente shumë të bukura, tregoi dashurinë e madhe të nënës, zemrën e pastër të nënës dhe ata afrimitetin që Ariola kishte me fëmijët. Gjithçka nga jeta e saj u kishte kushtuar vetëm dritës së syve të saj. Më kujtohet emri i vajzës së vogël, më kujtohet momenti kur e takoi në Big Brother Lecen, një emocion që sot e kësaj dite kur e shikojmë atë video, edhe pse ka bërë shumë vite, emocioni mbetet i njëjtë, lotët mbeten të njëjta, ndjesia mbetet e njëjtë, sepse në fund të ditës, sado vite që të ketë dashuria nënës është çdo ditë në format e njëjta dhe në emocionet e njëjta për fëmijët. Dhe pikërisht, aktoria e njohur Ariola Demiri ka përjetuar një tjetër trishtim në jetën e saj. Ariola edhe në Big Brother e ka thënë që babai, gjyshi, janë bërë streha më e madhe dhe burrat të cilët i kanë dhënë epitetin e një gruas të fortë, duke i qëndruar nga mbrapa për të gjitha betejat që Ariola i ka patur në jetën e saj dhe me të gjitha sfidat që është ballafaquar. Dhe pikërisht në këtë ditë të sotme, Ariola ka humbur gjën më të çmuar të jetës së saj. Atë personi që ajo fliste në Big Brother, aty personi që ajo ja kishte besuar fëmijët dhe që kujdeseshin me dashurinë më të madhe, por faleminderit Zotit, ai arriti që Ariolën ta shikon të realizuar edhe në apartamentin e saj. Ariola Demiri, aktoria dhe personazhi i njohur i ekranit, ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm të dhimbshëm, ndarjen nga jeta e gjyshit të saj të dashur. Me një postim të mbushur me emocion dhe dashuri, Ariola e kujton atë si një figurë emblematike në jetën e saj, një baba i dytë, mik, mësues dhe frymëzim. Një shpirt i pastër që më ka dhuruar dashuri pa kushte, shkruan ajo ndër të tjera duke rrëfyer mirënjohjen për kujtimet dhe mësimet që ai ka lënë. Ariola thekson se është me fat që fëmijët e saj patën mundësinë të njihnin një burr të tillë të mbushur me dashuri, fisnikëri dhe krenari. Në rreshtat e saj prekës, ajo e përshkruan ndarjen si të vështirë, por me një zemër plot dashuri dhe respekt. Kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë vajza e gjyshit, shkruan Ariola duke i dhënë lamtumirën e fundit për një prej njerëzve më të rëndësishëm në jetën e saj. Ajo mbyll postimin me fjalët prekse: për jetë, lopatjola jote, një nofkë personale që tregon lidhjen e veçantë mes tyre, baba Shaban ka ndruar jetë. Ariola Demiri këtë postim e ka ndarë nga Bajramcuri, pasi që gjyshi i Ariolës ka jetuar në Bajramcur, një dashuri shumë e afërt, një marrëdhënie shumë e mirë, dhe domethënë një ndjesi shpirtërore që Ariola e ka fol edhe në Big Brother.